Sot ju tregoj se si të eliminoni metalet që nuk ju duhen në detektorin tuaj MyLab. Për momentin kemi detektor MyLab Equinox 900, është një detektor i cili punon me multifrekuencë, dhe tani do provojmë të eliminojmë sinjalin e aluminit që ne nuk na duhet. Këshillohet që nuk mos të eliminoni të gjitha metalet, por nëse jeni në terren ku keni shumë ledhë alumini dhe mos të kapni sinjalin e tyre, mund të eliminojnë 1-2 metale që mos na hapin shqetësime gjatë kërkimit. E kemi ndezur detektorin, kemi rregulluar ndjeshmërinë, dhe tani shikojmë çfarë numri ka letra aluminit dhe klikojmë shkurt të butonin këtu. Dhe tashmë letra aluminit nuk e kap, mund të jetë dhe një numër më lart, dhe detektori nuk e kap më. Nëse ashtojmë të gjitha metalet, detektori e kap përsëri. Nëse eliminojmë, detektori nuk thjet më sinjal. Shumë të eliminoni metalet që nuk ju duhen në detektorët MyLab, Xterra, Xterra Pro, Xterra Elite dhe serinë Equinox. Për më shumë informacion dhe porosi, kontaktoni me ata në telefonin, më presim në çan.